Shikues të mos në ekonomi, përshëndetje, do të jemi bashkë sot në këtë transmetim të drejt për të folur për shifrat dhe për ekonominë. Qeveria do të ketë vitin e ardhshëm në dispozicion një super buxhet prej pothuajse 9 miliard eurosh nëse konvertojmë këtë në kursin aktual të këmbimit. Vlerësimi i euros, flukset e larta valutore, suficiti për shkak të ardhurave të larta nga taksat, lehtësimi i borxhit i jashtëm, të gjithë këta janë faktorët e rëndësishëm buxhetor, të cilët duket se janë pro qeverisë, por duhet parë se si kjo e fundit do t'i përdor këto të ardhura. Për ta kuptuar të gjithë, me mua në studio janë dy ekspertë ekonomistë, profesor Enrico Ceko, faleminderit që jeni këtu, dhe Pano Soko, faleminderit që je këtu. Mirë se gjeta. Zoti Ceko, po e nis me ju nga shifra më e rëndësishme. Qeveria do të ketë 887 miliard lek, ose sikur se thash 9 miliard euro me kursin aktual, euro-lek. Duhet ta pranojmë që është një shifër voluminoze? Në qoftë se do të bëjmë një krahasim me 3 vite përpara, 3 vite përpara ka qenë 6.3 miliard euro. Don të rritet buxheti për 3 vjet me 30%, me 1/3, është diçka e mirë, është diçka pozitive. Por duhet kemi parasysh një gjë. Të gjithë e dimë që të paktën 40-45% e ekonomisë shqiptare është ajo që quhet ekonomia gri dhe ekonomia zezë. Pra, edhe nëse themi që neve, meqense kemi produktin e përgjithshëm kombëtar 25-26 miliard euro, i bie që kemi gati 30% buxhetit që e kthejmë në buxhet shteti, të produktit përgjithshëm kombëtar. Meqense kemi 45% ekonomisë gri dhe zezë, atëherë i bie që ekonomia shqiptare që ka 50 miliard dollar. Kur themi ekonomi gri dhe ekonomi e zezë, e zezë është informale. Ekonomi e zezë është ekonomi kriminale. Kriminale. Ekonomia gri është ekonomi informale, e kuptoj, që mund të kthehet transparente, mund të zbardhet dhe mund të jetë pjesë e ekonomisë. Çfarë është ekonomia gri? Njerëz të cilët nuk paguajnë sigurime shoqërore, ose paguajnë sigurime shoqërore për pagën minimale në një lloj që i merr pagën në dorë. Ka biznese që nuk deklarojnë fitimin, xhiron, ose ka biznese që operojnë por nuk deklarojnë fare që janë biznese. Ka biznese që punojnë me 2 bilançe, deklarojnë bilancin më të vogël. Ka pjesë të ekonomisë shqiptare që në të vërtetë janë sektor të ekonomisë, por në të vërtetë nuk figurojnë fare si sektor, sidomos kjo pjesa e këtyre ekonomisë digjitale, e pjesës së tregtisë elektronike. Domethënë, atëherë, nëse produkti përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë do ishte 50 miliard dollar ose euro, dhe nga këto 10 miliard janë ekonomi e zezë që ne duhet ta luftojmë, se është ekonomi kriminale, dhe kemi një GDP 40 miliard euro, atëherë me 40 miliard euro buxheti i shtetit duhet të ishte 15 miliard dollar. Jo 9. Jo 9. Po ta marrim në përpjesnim. Po si ka dalë kjo shifër? Atëherë, këto janë shifrat. Dhe ne i kemi mirë pranuar, aq më tepër që vetë qeveria shqiptare e pranon këtë shifër që thashun. Jo kuptoj. Që gjysmë ekonomisë shqiptare është ekonomia zezë e gri. Mirë, dakor, ne vjelim 9 miliard. Ne vjelim 8.5. Dhe pastaj thuhet që prap do dalim tregun ndërkombëtar, do marrim diku te 600 ose 650 milion euro, që kësaj shifrës si thatë jo 9-ës, ti shtojmë edhe 0.6, që të bëhet 9.6. Sa vite kemi që dalim tregun ndërkombëtar që marrim nga 500-600 milion euro çdo vit? Po çka ka ndodhur? Nëse do ta shikojmë me shumë kujdes buxhetin, i bie që pothuajse 20% e buxhetit për vitin 2026 do shkojë për të paguar interesat e kredive që kemi marrë të 10 vjet. Pra, ka qenë optimale apo eficiente marrja e kredive çdo vit nga 600 milion euro? Kur këtë vit ne na duhet që një pjesë mirë buxhetit ta përdorim për të shlyer interesat e kredive që kemi marrë më parë? Jo, kuptoj. Nuk duhet ishte marrë. Bilesajre kemi ngritur edhe këtu në studio, dhe pothuajse të gjithë ata që debatojnë në studio kanë thënë që prit se ky bosh publik po do na kthehet si bumerang vitet e tjera. Kështu që në parim është mirë që është shtuar buxheti i shtetit, por duhet të ishim te 14-15 miliard euro. Ne do ndalemi pak edhe... Dhe pjesa tjetër, një pjesë e mire edhe e këtyre që janë bizneset mëdhaja. Mund të jenë ato bizneset mëdhaja, po sa transparente janë. Sa i takon pagesës taksave dhe dyrimeve që kanë në shtet. Sepse në të vërtet, po ta shikosh nga vijnë parat buxhetin e shtetit, 30-35% e buxhetit i shtetit vjen nga bizneset e mëdhaja. 70% vjen nga bizneset e vogla.
Dhe po ta ndajmë, po ta shikojmë interes, një pjesë e mirë e buxhetit na vika nga TVSH-ja. Pse bizneset e vogla duhet paguajnë njësoj si bizneset e mëdha? Kur ndërkohë xhiria vjetore nuk është kësaj. Kështu që ç'a themi ne që ka disa sektor, ka disa që TVSH-ja me kujdes, sepse godet qytetarët. Dhe detyrohemi ne pastaj që po brenda këtij buxhetit shtetit, një pjesë e mirë e parave do shkojnë për mbështetje sociale. Do ndalemi në të gjitha këto pika gradualisht, por dua të marr një opinion edhe të Panos, sepse në këtë kuadër nuk dua të le edhe pa nënvizuar që situata është në çdo drejtim, duket sikur është në çdo drejtim në favor të qeverisë, forcimi i lekut, të ardhurat nga taksat që rezultojnë në këto 3-4 vitet e fundit 600-700 milion euro mbi planin. Ndoshta këto element i japin një lloj epërsie qeverisë për të miratuar këtë buxhet, 9 miliard euro? Shka, buxheti kur miratohet në bazë të disa projeksioneve që bën Ministria e Financave referuar vitit paraardhës. Pra, kush është procesi mekanik i planifikimit e buxheti, është merren projeksionet makroekonomike për ekonominë e bardhë që i kemi. Se ekonomia e zezë është e zezë. Ato se dim si do shkoj. Asë taksojmë dot, se ajo është jashtë. Por për ekonominë e bardhë që kemi ne, për ato shifra që kemi zyrtare dhe të deklaruara, di projekcion ekonomik. Më kupton, bazuar mbi indikatorët makroekonomik. Pra, themi, si do shkoj turizmi? Këtë vit ne patëm 4,3 miliard euro, thot Ministria e Financave, turizëm. Si do vemi vitin tjetër? Si duken projekcionet? Pyeten operatorët, si duken ato abonimet, që bëhen shu? Rezervimet, si duket fryma, a do ketë, as do ketë, turizëm. Interesi. Pra, e njëjta gjë ndodhe dhe me bujësin, apo njëta gjë ndodhe me tregtin, me ndërtimin po ashtu. Do të thënë si duket, si janë projeksionet, ai raporti që themi ne i ndjeshmërisë ekonomike është shumë i rëndësishëm. Në kalkulimin e një projeksioni të qartë, si do jetë ekonomia vitin tjetër. Dhe në bazë të gjithë indikatorëve që vinë nga terreni, ne ndërtojmë projeksion të ekonomisë makro shqiptare. Shifra e ekonomisë, po themi, këtë vit ishte 25 miliard euro, vitin tjetër do jetë diku te 27-28 miliard euro. Që do të thotë që rritja ekonomike do jetë diku tek 2-3 miliard euro. Si ekonomi totale. Kuptoj. Të njëjtën përqindje ne aplikojmë me disa koeficient, janë disa koeficient që përdoren, është elasticiteti i çmimit e tjerë, do të janë i kërkesës e tjerë, po që kjo gjëja tani projektohet te buxheti. Themi, okay, ne me 25 miliard euro mblodhëm 8 miliard. Po me 28 sa do mbledhim? Janë ato koeficientet që them unë. Edhe themi që në fund fare projektojmë 28 miliard euro ekonomi, do mbledhim 8.8 thot, 8.3 në fakt, sepse 600 milion është borxhi. 8.3 do mbledhim ne. Dhe kështu projektohet. Në thelb është çdo gjë është ekonomi. Pra ekonomia si shkon. Buxheti pastaj është pasojë e ekonomisë. Kur ka ekonomi të madhe, buxheti është i madh. Se projekton të gjithën këtë shifër, pastaj e projekton tek TVSH-ja, projekton tatim fitimit, tek tatimi të ardhurave personale, tek akcizat, tek taksat doganore etj. Gjitha këto përbëjnë gjithë atë konsorciumin e taksave që prodhojnë të ardhura për buxhetin. Po në fillim ne projektojmë si do shkojë ekonomia. Më kupton? Dhe në bazë të asaj vendosim sa do jetë. Dhe në bazë të projeksioneve që i kanë bërë ekonomisë, me ato rritjen që kanë planifikuar diku te 4%, procesi është shumë teorik, po unë po e thjeshtoj fare. Se është jashtëzakonisht shumë teorik, ka shumë matematik brenda, dhe ka shumë variabla të tjera që merren parasysh. Me rritjen ekonomike 4% që kemi parashikuar për vitin tjetër, kemi transpozuar një rritje prej diku tek 5-6 për shifrat e buxhetit. Është e mirë kjo rritje 4% në kushtet që ndodhemi, apo duhet të ishte më shumë se sa 4%? Shiko, vendet në zhvillim, rritja 4% është nivelin 0%. Pra, rritja 4% për vendet në zhvillim është nivelin 0%. Sa duhet ishte që të quhej të llogaritë si e mirë po themi? Që ta kuptojmë. Ne jemi një familje. Dhe duhet hamë se jemi 4 veta. Na duhet hamë 4 domate në ditë. Nëse ne kemi një domate dhe ne rritemi me 50%, do kemi një domate gjysmë. Gjysmë domate do rritemi. Ama nëse ne posedojmë sot 20 domate dhe rritemi me 2%, kemi 4 domate. Ne jemi familje që ka një domate, që ne të rritemi aq mjaftueshëm sa për të përmbushur gjithë atë potencial që kemi, do duhet që të rritja të jetë 2 shifrore minimalisht. Pra duhet filloj minimalisht nga 10%, rritje reale ekonomike, nuk po fus inflacionin brenda.
E kuptoj. Rritja reale ekonomike, duhet të jetë nga 10%, sepse jemi poshtë në bazë. Pra kemi një domate kemi. Një është shifra bazë nga nisim ne, numërimin. Më kupton? Ekonomitë e mëdha, për shembull, Gjermania, nuk e di, Franca, Italia, tjerë, për të rritet me pak përqindje. Po sasia e parave është shumë më e madhe. Është jashtëzakonisht shumë e madhe. Tani ne kemi nevojë për të shfrytzuar të gjithë potencialin ton. Potenciali jon kërkon që rritja ekonomike shqiptare të jetë diku tek rreth 7-8 minimalisht 7-8%, që të pastaj të optimalizohet diku te 10-11%. Vetëm atëherë ekonomia shqiptare po ecën me full throttle, që i thon, pra po ecën me shpejtësinë e vet të potencialit që ka. Më kupton? Nëse është e mundur, dua të mbështes Pano në këtë që tha, Pano e shpjegovi shumë bukur. Marrim Shqipërinë, marrim dhe Danimarkën. Ne i kemi të ardhurat $5.000 për frym në vit. Edhe nëse kemi rritjen ekonomike 10%, çdo vit shqiptari do të rritë $500. Në vit. Nëse do ishte rritja ekonomike 10%. Po nëse kemi një danez i ka të ardhurat $70.000 për frym në vit. Rritja ekonomike e Danimarkës është 1% në vit. Po 1% që i $70.000 është $700 për person në vit. Pra ne ta kemi rritjen ekonomike 10%, do marrim $500. Dhe prapë jemi shumë më poshtë. Dhe jemi shumë poshtë, ndërsa i danezi e ka rritjen ekonomike 1%, po merr $700. Pra edhe 10% që vendet në zhvillim, vendet e varfër dhe vendet e zhvillim duhet të kenë rritje ekonomike. Partia është publikuar raporti i Institutit Kërkimeve të Vjenës, i cili deklaronte me drejt që Shqipëria do dhe 100 vjet që të kapi vendet e Evropës. Pikërisht për kësaj që ne në ekonomistët i themi rregullin numri 72. Nëse ti e ke rritjen ekonomike 3%, 72-shin e pjeston me 3% dhe të dalin vitet, sa vitet të duhen ty për të dyfishuar të ardhurat. Nëse e kemi rritjen ekonomike 2%, 72 pjesim për 2 bën 36. Pra ty të duhen 36 vjet që nga $5.000 të shkosh në $10.000 për frym. E ka thënë Einsteini, nuk e thot Pano, nuk e thot Enrico. Pra, ne duhet ta kemi rritjen ekonomike 10% vit, që ta pjestojmë 72-shin me 10, që të na dyfishohen të ardhurat çdo 7 vjet. Dhe që të jetë e ndjeshme dhe e kuptueshme për qytetarin. Që të jetë e kuptueshme. Kjo është. Mu pëlqevi Pano kur tha, ne fillojmë nga një bazë shumë e ulët. Kjo është e vërteta. Nëse fillon në një bazë të ulët dhe s'ke rritje ekonomike, nuk e cëndet. Në një bazë të ulët, rritje ekonomike lart, ti jep gjiromotorit. Ndërkohë, ajo që është në qendër të diskutimeve aktualisht dhe që paktën ka kohë që është në qendër është çështja e pensioneve. Është parashikuar vitin e ardhshëm një shtesë në buxhet prej 100 milion eurosh për rritjen e pensioneve. E ka paralajmëruar edhe vetë kryeministri nisjen e trajektores rritjes së pensioneve 200 milion euro në vitin pasardhës dhe 400 milion euro në tjetrin. Mund ta quajmë rritje thelbësore të pensioneve? Nëse do ta përkthejmë çfarë do marrë një pensionist, është për një vit, çdo ditë, pensionet e qytetit do jenë 60 lekë në ditë dhe pensionet e fshatit do jenë 20 lekë në ditë. Të vjetra? Të reja. 600 lekë me 200 lekë. 600 lekë të vjetra. Por kush është në ditë? Në ditë, po. Dhe duke u grumbulluar çdo vit, në fund të vitit, për shembull një pension që është 20.000 lekë, në fund të vitit në dhjetor do ketë 2400 lekë plus, që nuk është pak. Është pasojse 10%, 12% e gjithë pensionit total. Është një rritje mirë. Por argumenti tjetër është, mos është ky ai bonusi që nuk do jepet në fund të vitit, po do shpërndahet gjatë gjithë periudhës, dhe në fund do kemi bonus prap, se për pensionistët ai bonusi është i rëndësishëm, sepse është një shumë e mirë në fund të vitit. Dhe kur bëjmë këtë llogari, askush nuk e ka përmendur eksakt se cila është formula e shtimit të pensionit në aspektin ditor. Pra, kemi 365 ditë dhe çdo ditë do marrim plus 60 lekë, apo në datën 1 janar kam 60 lekë, në datën 2 janar kam 60/2, në datën 3 janar kam 60/3, në datën 4 janar kam 60/4. Ky është compound në termin ekonomik. Kjo është rritje e vërtet pensionit që në fund të vitit të bëj atë gjën që duam ne. Apo jo, Pano? Po bëja e llogari dhe unë sa do t'i binte. Po problemi është tu. A mund na thot në një nga administrata publike shqiptare që merret me këtë punë, do jetë 60 lekë çdo ditë apo do jetë 60 plus 120 plus 180 plus? Askush po na thot.
Në qoftë se do të Nëse do të bëjmë jetë propagandë 60 për ditë, në 365 ditë i bie që në fund të vitit, po themi, një pensionist të marrë 21.900 lekë të rinj në fund të vitit. Pak a shumë me qëse pensioni mesatar. Total, në gjithë vitin, pra, duke shumëzuar 365 për 60. Në qëse pensioni mesatar është 20.000 lekë, kjo është 10%. Po. Ndërkohë që bonusi është 15.000 lekë në rastin më të mirë. Po, sepse bonusi është 15.000 lekë. Po, njëherë nga 5.000 lekë dhe në 15.000 lekë. Po. Dhe bonusin 15.000 lekë e marrin ata që kanë pensionin në 20.000 lekë. Më të ullët. Në një kohë që këta qeverisë janë treguar çik larg pamës, që para se të jepet bonusi, i bëjnë shtesë 2% pensionit, që edhe ata që kanë pensionin 19.5, t'i kalojnë 20.3, që të mos marrin 15.000 lekë. Po që të marrin 5.000 lekë. Se bëhet edhe kjo manovër. Po 2 vjet e fundit kështu është bërë. Pano, pse nuk është shpjeguar, për të marrë shkas nga kjo që thotë zoti Ceko, pse nuk është shpjeguar si do t'jetë realisht rritja e pensionit? Se kam përshtypjen shumë pensionistë, nuk janë të qartë. Nuk e kanë të qartë akoma. Ata kanë një, paktën sa kuptoj unë, edhe është mënyrë se si funksionon Rama. Pra Rama del fillimisht pa e elaboruar një iniciativë saktuar. Jo detyrimisht keqe, një iniciativë do ta marrë. Pa e elaboruar njëherë me profesionistët, me pjesën teknike, stafin e vetë teknik, me atë që do të realizojnë teren, Ministria e Financave dhe Instituti i Sigurisë Shoqërore, sepse këta dy janë dy operatorët. Si do realizojë teren, drejtoria e thesarit, çfarë angazhimi do marri, drejtoria buxhetore, si do ta buxhetoj. Pra, të gjitha këto. Ai mjaftohet domethënë vjen kjo ideja, thotë merr ministrin e Financave, thotë do ta bëjmë këtë. Ai shpesh ministrat e Financave, domethënë kanë humbur atë, të themi, karakterin e fortë që i ka karakterizuar gjithmonë ministrat e Financave. Këta të Ramës janë gjithë janë si butak, shumë të brisht. Më kuptoni, thot ai një gjë këta direkt po. Dhe ai del dhe thot Facebook. Kjo janë thrisin e. A thot ka thënë Rama me drejtë, se ti do thrasësh dikë që e ka haberin tek. Për ta kuptuar. Na thot Rama këtë si do ndodhi kjo. Nuk e dim, se nuk e di as vet ata. Pra nuk e kanë të qartë as vet ata se çfarë do ndodhi. Vetëm nga një deklaratë unë thash 2 opsione. Po, domethënë variantet që mund të shkojnë në mendje, ose progresion matematik ose progresion gjeometrik. Variantet mund të shkojnë në mendje, mund të jenë të shumta. Unë nga sa kam kuptuar, paktën ka pa shifrën e buxhetimit, është që kjo bëhet llaf për bonusin e fundvitit, diçka të shtuar, do ta shpërndaj në çdo muaj. Pra, nëse ne do merret mesatarisht, po themi, 15.000 lekë bonus në vit, në fund vitit, merr për vit të ri, 15.000 lekë, ky po ja u bën 20 dhe po e shpërndan. Pra po e jep çdo muaj. Por nuk është rritje e pensionit, duhet kuptoj një gjë. Nuk do të për shembull nga mënyra si është buxhetuar në buxhet, nuk do të rrihet me inflacionin kur vi puna e indeksimit. Ç'kuptim ka kjo? Si duhet ta kuptojmë? Pra, kur të indeksohet pensioni, po, nuk do të indeksohet pensioni plus këtë. E keni parasysh, indeksimi inflacion çfarë është? Norma inflacioni 3%, ty të rritet pensioni në tetor, siç e kishe vitin që shkoi, herë 3%, herë 1.03. Më kupton? Tani kur të bëhet indeksimi, do zbritet kjo shifra, pra kjo nuk do llogaritet. Pra nëse ti ke 100 lekë pensionin. Nga kjo politika e Ramës të shkon 120 lekë në muaj pension. Më kupton? Sepse 20 lekë është kjo shtesa që ti e Rama aty për këtë. Kur llogaritet 1.03-shi, nuk llogaritet mbi 120-ën, llogaritet mbi 100-ën, sepse kjo nuk është pjesë pensioni, ky është bonus. Më kupton? Logjikën e kupton. E qartë, kuptoj shumë mirë. Thjesht më 3% i 100 lekëshit është 3 lekë. 3% i 120 lekëshit është 3.6 lekë. Ai nuk ta llogarit 3.6 lekë ty. E llogarit 3 lekë. 3 lekë, sepse këtë ta heq thotë ky është bonus, nuk llogaritet tek trupi i pensionit. Që ajo që duhet azhurnuar, pra ajo që duhet indeksuar për inflacionin. Pra kjo është paktën këtë kemi parë, unë kam parë nga struktura se si është buxhetuar gjëja. Si është vendosur në buxhet. Por, se si do të implementohet në praktik, unë nuk e kuptoj. A do të vi një lamsam si që vjen bonusi i energjisë elektrike, që e marrin pensionistët ditën që marrin pensionin, që është një bonus, që financohet nga buxheti i shtetit, por që në fund fare nuk është pjesë e pensionit, është bonus. Është bonus i cili do të rezistojë për sa kohë që energjia elektrike do ketë të çmim. Në momentin që mund të ulet, shuhet edhe bonusi. Për të ikur, e kuptoj. Shuhet edhe bonusi. Edhe në këtë rast, pra, pse është i rëndësishëm fakti se si projektohet, si buxhetohet gjëja. Sepse sa më nëse është pjesë e pensionit, pra nëse është trupozohet me pensionin, pra është pension, kjo bonusi, kjo shtesa që ti jep, atëherë nuk e zhbën dot më në histori. Nuk zhbëhet më ajo.
është pjesë aty ti vetëm sepse është ligji që përcakton që ti vetëm do të arrisësh pensionin. Ndërsa kur është bonus, Nuk të mund të detyron vijë ligji. rrethanat, bravo, që vjen qeveri tjetër, ose ky vet, në rrethanat e reja do thonë që shiko, nuk do e japim dot këtë sepse kemi këtë për një ngërç buxhetor për një. Pra, e ke parasysh për të mos vendosur pranga buxhetore, E kuptoj. ti e lë si bonus. Që kush do ta ketë një derë hapur ai që Ka dhe një element shumë interesant që në grupin e gjithë atyre që sot janë pension, një pjesë e mirë e tyre janë dhe veteranët luftës. Që pra, kur të ai pensioni 20.000 lek, është edhe pjesa e përkatësisë si veteran lufte, që është diku te 3.000 lek, 4.000 lek. Në momentin që nuk do kemi më, se është jeta, ndodh jeta, vijnë brezat e tjerë, nëse nuk do kemi më veteran lufte, automatikisht mesatarja e pensionit nuk është më 20.000 lek, po do shkojë 17.000 lek, se do bjeri kjo pjesa që marrin ata si veteran. Kjo mund të ndodhe me kategori të tjera? Po patjetër. Janë ata që kanë pensionet suplementare. Pensionet suplementare. Oficerët, ish oficerët që kanë punuar. Ne kemi më minator kemi shumë pak. Numri i minatorëve ka rënë jashtëzakonisht shumë krahasuar për shkak me vitin 1989 apo 1995. Ndërkohë, duat ndalem pak tek shpenzimet e fondeve speciale që përfshin shpenzime totale për fondet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do i kushtojnë buxhetit rreth 2.7 miliard euro. Është kjo një peshë e madhe në ekonomi? Po bra, kjo është një peshë e madhe e ekonomisë, se ne themi 9 miliard, 9 miliard, do më thënë kjo që e ka gati 25% e buxhetit, 25%. Tani kjo tregon, jo vetëm brështësinë e ekonomisë, po kjo tregon edhe këtë pjesën e mundësisë që kanë njerëzit për të bërë ekonomi. Në qoftë se ti filloni mbështet njerëzit me 25% buxhetit, mbështetje sociale, kjo tregon që s'pas ka njerëz që mund të bëjnë biznese, tamam bizneset në dhaja gudion. Është pikërisht ajo plaga që kemi ne, që nga 18 vjeç e lartë deri në 45 vjeç e lartë, o kanë ikur jashtë shtetit ose po tentojnë të ikin prapë jashtë shtetit, duke i lënë Shqipërinë pa forca pune. Ose edhe pa mundësi për të hapur biznes. Se ai që ikën jashtë shtetit mund të hapte biznes të vogël të, që prapë të sillte të ardhura në buxhetin e shtetit. Pra, çfarë po mbështeti? Ti po mbështet ata që janë 65 vjeç e lartë, të cilët edhe të duan. Po të cilët të duan ata mund të jenë shumë të zgjuar nga ana intelektuale, po nga ana fizike, nuk kanë mundësi. Ose mbështet ata që janë me pa aftësi të përkohshme ose pa aftësi të përhershme në punë, që kanë dalë në pension përpara kohe, ose nga ata që kanë humbur vendin e punës dhe nuk kanë mundësi të integrohen në tregun e punës dhe ti do t'i mbështesësh edhe me atë pak, ose janë 9-18 vjeç që për shtarsësia për disa kushte të ndryshme familjare i mbështet nga ana financiare. Të mbështesësh 25% buxhetit shtetit, të japësh 25% buxhetit shtetit për të çështje nuk është ndonjë gjë pozitive, nuk është ndonjë gjë. E kuptoj. Ndërkohë, për ty kam një pyetje tjetër, por nëse do të shtosh para. Jo, për të qartësuar. Shiko, struktura e një buxheti ka 3 komponente që i ka detyrueshme, që duhet të akomodojë se s'bën, sa herë që miraton një buxhet. Është pensionet, pagat edhe borxhi. Të tjerat pastaj janë fakultative. Në sensin që ti mund të bësh shpenzime, mund mos bësh. Mund të bësh ato riparimet e ndërtesa, mund mos i bësh. Mund të bësh, nuk e di, një investim për një urë, mund mos ta bësh. Këto 3 ke detyrueshme. Kupton? Dhe koeficienti i lishmërisë si një buxheti përcaktohet nga përmasa që këto 3 zonë. Pra, në qoftë se në një buxhet caktuar, sot që flasim, në buxhetin e Republikës Shqipërisë, 60% e buxhetit, për 8.8 miliardësh, është 2.7 miliardë janë fondet speciale, e fondet speciale futen pensione. Sigurimet shëndetësore, pra pensione invaliditeti, ndihma ekonomike, gjitha këto domethënë. Çfarë janë transferta që bën nga shteti te individi. Po. Të gjitha këto futen këtu, fonde speciale quhen këto. 2.7 ke këto, ke 1.7 ke pagat, që edhe këto i ka detyrueshme, s'ka çfarë bën. Dhe ke ripagesat të viti kemi diku tek rreth 700 milion euro që i bie diku tek, domethënë në total kemi diku tek 5 miliardë euro që kemi të taksura. 5 miliardë euro nuk i kemi. Se që në fillim të vitit i projekton që këto 5 miliardë euro do paguajmë pensione, paga dhe borxhi. Pjesa tjetër është ajo që ti mund të manovrosh. Mund të manovrosh në të gjitha llojet e tjera të politikave që ti do të ndjekësh. Në këtë rast ne kemi rreth 1.7 miliardë euro kemi investimet, kemi dhe shpenzime operative dhe transferta që bëhen për çështje kompensimesh apo
të ndryshme, që vlerash meritore të ndryshme, siç mund të jetë për shembull fondi i kompensimit të ishpronarëve apo fondi i kompensimit të përndjekurve politik të kohës diktaturës. Por duhet kuptuar që këto s'ke çfarë të bësh. Do të biesh ti nga varësia që ke ndaj këtyre fondeve, pra ta çlirosh buxhetin tënd, krijoj një ekonomi më të madhe. Është mundësia për ta hapur për ta zgjeruar ekonominë? Po patjetër. Patjetër, në vlerë absolute do e bësh si shpenzim, por në vlerë relative, në përqindje... Relative ajo bie në krahasim me ekonominë. Me të ardhmë që ti realizon. Kuptoj. Është vetëm një formë se ti që do t'i paguash, do t'i paguash. Themi ne çfarë duam, janë shumë, janë pak, ai verit ata një pensionisti do pensionin, ai invalidi do pensionin, ai tjetri do pagën, ta çojnë shtëpi. Ai tjetri do borxhin. Më kupton, pra këto nuk ke çfarë t'i bësh. Të rëndojnë ty, i ke barë të rënd mbi supet e buxhetit, po, zgjeroj ekonominë sot. Bëmë shumë të ardhur, bëmë shumë lek. Me që se jemi tek pagat, sepse duket sikur është një tjetër kosto që rëndon në buxhetin e shqiptarëve, shpenzimet për administratën publike në vitin 2024 ishte një rritje prej pothuajse 15% të pagave në administratë, ndërsa diçka e ngjashme do të përsëritet edhe vitin që vjen. Ose nëse e themi në shifra, vetëm pagat administratës në nivel qendror janë për 87.112 punonjës, planifikohen në thuajse 1.5 miliard euro. Pa futur këtu për ushtrin prej rreth 100.000 punësuarve apo edhe të tjerë në bashki. Po, ju prekët shumë bukur të pjesën apo edhe në bashki. Mendohet që përveç shifrës që thatë ju 86.000-87.000 punonjës të administratës publike, janë gati edhe 100 ose 120.000 tjerë që janë me kontratat përkohshme pune. Çfarë do thotë kjo? Domethënë administrata nuk që ka 87.000, se 87.000 kërkon Evropa. Bile Evropa tani me rënien e popullsisë 2.4, administrata publike e Shqipërisë duhet jetë 60.000, jo 87.000. Po pas kemi edhe 110-120.000 tjerë që punokan me kontratat përkohshme pune. Dhe edhe një pjesë tjetër që mbahen edhe me ato fondet që shkojnë për prokurime publike, për kompanitë që bëjnë punë publike, sepse ato do paguajnë njerëzit, do paguajnë stafin. Kjo çështje shkon aq thellë, saqë edhe ata njerëz që punojnë sot në administratën publike janë koshient që në zyrat e shtetit janë 3, po punën e bën njëri dhe 2 tjerë drejt në zinxhirin. Dhe kjo është e papranueshme në një vend që tenton të hyjë në Bashkimin Evropian, ku kërkohet eficienca dhe efikasiteti i punonjësit të administratës publike. Mua si Enrico më pëlqen burokracia, me thënë drejtën. Ama mu pëlqen ajo burokraci që respekton procedurat, proceset dhe rregulloret. Dhe mban rekorde, dhe mban dhëna. Dhe që jep edhe zgjidhje në fund. Dhe që jep edhe zgjidhje, po prandaj, sepse prandaj duhen procese, procedura, rregullore dhe rekorde, sepse këto të bëjnë një sistem. Dhe që të funksionojë sistemi, duhet që këto gjëra të bëhen. Po këto i bën një punonjës i administratës publike që është i përgjegjshëm, i aftë, me aftësi, njohuri dhe kompetenca. Po jo në çdo zyrë 2 të tjerë të rrinë edhe njëri të bëj punën e këtyre, dhe këta të marrin rrogën njësoj me këtë që bën punën. Jo. Aq më tepër që ne dim shumë mirë që vitet në përgjithësi, edhe kjo pjesë administratës publike është përdorur dhe për këtë efektin politik. Sepse 200.000 njerëz që marrin pak nga shteti, me kontratë drejt për drejt, kontratë individuale, kontratë kolektive, me kontratë përkohshme, tjetër mohabet, po 200.000 persona që marrin rrogën nga shteti, janë 600.000 vota. Minimalisht janë 600.000 vota. Kështu që duhet hequr dorë nga... Shiko, ka 2 mënyra për të bërë buxhet shteti. Një mënyrë si që bëjmë ne, që shikon, ne na duhen kaq lek, sepse kemi kaq pensionist, kaq njerëz në shtet, kaq na ka thënë Evropa të bëjmë për arsimin, kaq të bëjmë. Po ka dhe i buxhet shtetit tjetër që thuhet, objektivi i qeverisë time për 4 vitet të ardhshme është kaq. Që të arrijmë këtë objektiv, duhen kaq lek në buxhetin e shtetit. Këto lek në buxhetin e shtetit do t'i nxjerrim nga 1, 2, 3, 4, 5. Ky është optimali. Po nuk është bërë kurrë asnjëherë kështu. Kur nuk është bërë buxheti i shtetit kështu. Për arsye të mungesës së vullnetit apo të pamundësisë? Edhe këtë se duhet shkojmë në reklama. Jo, për arsye të mungesës së vullnetit, sepse mundësi ka. Po mungon vullneti për atë që atë ekonominë ngrit ta bëjmë ekonomi të bardhë, ta zbardhë. Ky është vullneti kryesor. Dhe pastaj ky do jetë një fluks i mirë të ardhurash në ekonomi. Një pyetje. Përse në pjesën më të madhe të bashkive të Shqipërisë, kur bëhet fjala, kur debatohet që cilat janë taksat lokale,
pjesa më e madhe e atyre anëtarëve të Këshillit Bashkiak mungojnë mbledhje. Pse? Po sepse nëse dalin ata dhe thonë që këto janë taksat që do vendosim, ai kujton se nuk do t'i jepet më vota për pushtetin lokal. E qartë. Nëse tani e kemi varur jetën tonë te votat, se po su zgjodha unë anëtar i Këshillit Bashkiak, s'do e marr atë 20.000 lekshin si anëtar Këshilli Bashkiak edhe do ngort për buk, këtu ka marrë fund çdo gjë pse? Mirë, shumë shkurt do të shkojmë në reklama dhe kthehemi përsëri në të njëjtin diskutim. E vijojmë diskutimin tek shpenzimet për qeverisjen qendrore. Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes PANO për qeverisjen qendrore parashikojnë 81 miliard lekë ose afërsisht 800 milion euro. Edhe kjo një pjesë e konsiderueshme për taksapaguesit shqiptar, apo jo? Po patjetër. Diskutohet. Këto janë ato zërat e shpenzimeve të cilat duhen realizuar se s'bën për të përmbushur objektivat, për të përmbushur edhe vizionin që kanë qeveria. Natyrisht që do duhet, është një ndër zërat ku mund të kursehet për politika tjera më të rëndësishme, që kanë më tepër impakt, por është se gjitha lidhur me vizionin e qeverisë, sepse qeveria në fund fare për këtë merr votën. Pra, që të kuptojmë, një qeveri duart i ka të lidhurat deri tek ajo që thash, pra paga, pensione, borxh aty ka të lidhurat duart. Çfarë mund të bësh me pjesën tjetër të buxhetit? Dhe mënyra se si e ndan pjesën tjetër të buxhetit, ndahet një qeveri nga një qeveri. Po. Pra, dhe për këtë vjen në garë të dyja gjithë versionet e qeverive, vjen në garën elektorale që i themi publikut që shiko, unë do e menaxhoj kështu, ky e menaxhon kështu etj. Por është në kuadrin e vizionit të qeverisë. Natyrisht shifrat është një ndër zërat e rëndësishëm. Pra shpenzimet janë një ndër zërat e rëndësishëm, të cilët ngren pesh goxha dhe është edhe zëri i dytë ku bëhen abuzime më të mëdha. Për të vijuar pak atë që nisi zoti Seko sa i takon pushtetit lokal, 97 miliard lekë ose afërsisht 1 miliard euro shkojnë bashkive për mbulimin e shpenzimeve për paga dhe investime. Ne e thamë edhe më sipër që bashkit numërojnë, po themi nëse i quajmë një ushtri të madhe të punësuarish për rreth 100.000 personash, ndërkohë që të gjitha bashkit janë shumë dobët me realizimin, madje ka bashkit të cilat janë edhe në borxhe me institucionet e caktuara. Si mund të, po themi, të balancohet? Çështja fillon te mënyra se si ne e menaxhojmë territorin e Republikës Shqipërisë. Sa herë jemi mbledhur ne, ata që mblidhen, që duhet të bëjmë një ndarje të re territoriale të Shqipërisë. Ka filluar diskutohet përsëri. Atëherë, ka dy qëllime për të bërë ndarjen territoriale të një shteti. Një është qëllimi votës, që ta ndajmë, kur të vinë zgjedhjet të maksimizohet, të marrin votën, dhe një është qëllimi që të bëjmë një ndarje territoriale sipas traditës, kulturës, klimës, mikroklimave që ka atje, traditave të punësimit në atë zonë, mënyrës së zbërjes së biznesit në atë zonë, cilat janë gjërat më të mira që mund të bëhen në atë zonë, në aspektin e bujqësisë, të agrobiznesit, të pjesës turizmit, dhe edhe gjithë këtyre zejeve tjera, mënyrave tjera të organizimit biznesit. Pra, nëse ne bëjmë ndarje territoriale në bazë të votës, ne themi, ore shiko, ky fshati është demokrat. Ta ndajmë të fshatin demokrat në 2 komuna që janë socialiste, që të mos ja marrin votat demokratët, mos i shkojnë votat deputetit demokrat, po votat po t'ja ndajmë të fshatit, në totalin e votave të 2 komunave, këto bien, se po flasim me komuna. E kuptoj. Bie dominanca demokrate, po ndahet në 2 zona socialiste, ku bie përqindja. Nëse ulemi bëjmë ndarje territoriale kështu, as votime s'kemi për të patë ndonjëherë, po edhe pushtet lokal eficient s'kemi për të patë ndonjëherë. Sepse ju humbet vlera pushtetit lokal me këtë. Nëse ne kemi një mirëndarje të territorit, mbështetur te burimet natyrore, te burimet financiare dhe te burimet njerëzore që ka ai territor, atëherë ne po mund të bëjmë bashki eficiente. Sa herë kemi diskutuar këtu, bashkia filan nuk ka arritur dot që të ketë mundësi financiare sepse s'ka grumbulluar dot taksat, ose nuk i grumbullon dot taksat se s'ka as biznese atje. Kanë ikur gjithë. Po pse kanë ikur ata? Pikërisht për asaj që ke bërë ti, se para 10 vjetësh kur e ndave territorin asaj bashkisë atyre komunave që ndar gabim që atëherë. Edhe sa do të duam ne tani të bëjmë reformë territoriale, prapë të defektet e të kaluarës do të ngelin aty. Marrin për shembull ato që quhen bashki të mëdha. Edhe shiko, është shumë interesante, Tirana është bashki e madhe,
Po nuk është Tirana ajo që sjell sasinë më të madhe të parave nga pushteti lokal. Janë disa zona tjera të Shqipërisë që kanë më shumë biznese, që i kanë biznese të mëdha, që sjellin aq shumë para që mund të krahasohen lehtësisht me një qytet të madh. Ka disa zona, ha? Ose për shembull, nëse do të bëjmë një krahasim të dhomave tregtisë. Dhomat e tregtisë të Tiranës, gjithë mendojnë se dhomat e tregtisë në Tiranës kanë numrin më të madh të anëtarëve. Po jo, nuk është e vërtetë. Dhomat e tregtisë e Lezhës, dhomat e tregtisë e Sarandës kanë shumë anëtarë se dhomat e tregtisë të Tiranës. Për faktin sepse kanë porte. Të dihet. Janë qytete portuale. Janë qytete portuale, edhe Durrësi. Pra, duhet ta shikojmë në këtë koncept që kur të marrim një territor dhe t'i themi bashki, duhet plotësoj disa karakteristika ai territori që të jetë bashki, dhe një nga karakteristikat kryesore të atij territori është që të krijojë vlerë. Ose cilat janë mundësitë që ky territor mund të krijojë vlerë në të ardhmen, që ne ta mbështesim me disa politika që ta bëjmë eficient për të krijuar vlerë. Edhe për ekonomi lokale, po edhe për të kontribuar pastaj në ekonominë kombëtare, buxhetin e shtetit. Kjo gjë mungon. E qartë. Kjo gjë mungon. Dhe në momentin që themi ne do të japim kaq para buxhetit të shtetit, kemi pasur një problem të madh historikisht kur filloi procesi i privatizimit. Kur filloi procesi i privatizimit, ne filluam që t'i jepnim objekte publike privatit dhe erdhi një moment, sot që jemi, që shteti merr me qira objekte për të futur në ato objekte punëtorët punonjësit e vet. Po pse eficiencë është kjo? Ke shitur zyra, objekte, i ke privatizuar. Dhe tani thua që na duhen ca objekte me marrë me qira sepse s'kemi zyra? Edhe atë një pjesë të lekëve do ikin për qiranë e zyrave? Ose kjo metoda tjetër, që ajo toka është tokë kështu pa vlerë. Pa vlerë, t'ja japin aty të bëj kull, se katin e parë do e bëjmë zyra për bashkinë. Po prap, me qira. Nuk është pronë në shtetit. E mbani më ç'a ndodhi para disa vitesh, kur vetë kryeministri akuzoi një subjekt që tha që nuk e paguar atë që duhet i jepshë shtetit në aspektin e metrave. Është e drejtë, është e drejtë, është tjetër mohabet. Po deri këtu ka rritur puna. Derisa përfshihet dhe kryeministri në debat që çka ka ndodhur me pronat publike, në një kohë që ne marrim me qira prona nga privati që të futim në ato prona punonjëse se s'kan ku të punojnë. Tjetër. Po. Një karrige. Sa kushton një karrige? Dhe sa është në të vërtetë prokurimi publik për karrigen? Sa është realisht dhe sa shënohet pastaj kur vjen puna tek letrat? Se punonjësi i administratës publike do kushte puna, do karrige, do tavolinë, do silelapsa, do kondicioner, transporti i punonjësit të administratës publike kur ikën me shërbim. Si veprohet, a zbatohet ligji, se ka ligj për të punë, për dietat e punonjësit të administratës publike, për lëvizjet për dietat brenda vendit dhe për dietat jashtë shtetit. Shtypi e ka bërë publike në disa raste abuzimin me këtë pjesë të parave të buxhetit shtetit që shkojnë edhe për pushtetin qendror, edhe për pushtetin vendor. Ka patur në fakt, ka patur diskutime, ka patur akuzë edhe nga opozita sa i takon dietave, fluturimeve, hoteleve, vendçndrimeve dhe gjithçka tjetër të cilat rrjedhin nga buxheti i shtetit. Janë parat. Po vlera prej 14 miliard euro i borxhit publik që ne kemi, në raport me buxhetin që do të miratohet, si qëndron? Merret në raport me ekonominë. Në raport me ekonominë. Shiko, ka dy indikatorë. Një është për publiku, një është për specialistët. Ajo e publiku të gjithmonë PR-i që dalim ne e flasim për përqindjet borxhit mbi ekonominë. Po e ke parasysh Shqipëria sot e ka 56%. Dikur e kishte 70, bëhet zhurmë me tjerë, sot kemi ulur 56, jemi sukses etj. Është shifër e mirë 56? 56 është shifër relative, që nuk thot asnjë gjë. Ajo që thot gjë është vlera absolute e borxhit. Dhe vlera absolute e borxhit tregon që të paktën kjo qeveri ka marrë 8 miliardë euro borxh. E kemi pasur diku te 6 miliardë euro kur ka ardhur qeveria Rama. Tani e kemi 8. Stokun e borxhit sot e kemi 14. 14. 8 miliardë euro. Dhe një ekonomist që nuk impresionohet nga PR-i i përqindjeve, flet me shifra reale. Si do të fliste një zot shtëpie, ne kemi rrogën 1 milion lek, kemi 2 milion lek borxh, themi që dy veta prindit e kanë 2 milion lek dy bashkë, kemi 100% borxh. Në arritet rroga ne na shkon 2 milion lek secilit. Ne 4 milion lek në muaj, por në kohë kemi marrë 1 milion lek borxh tjera.
Qa bërë? Si ndosë kjo? Se ne kemi qenë në rritje rroge, pse kemi marrë pra borxh? Dhe aq më tepër kur kemi marrë më shumë se ç'kishim. Ajo që pyes unë, lej këto përqindjet. Ë? Shifra reale, ku ka shkuar? Hajde ti numerizojmë 8 miliardë euro projekte ekonomike që kemi realizuar neve me 8 miliardë euro borxh. Projekti më i madh ka qenë dhe mbetet edhe sot e kësaj dite me gjithë problematikën që ka pasur e diskutimet e gjitha me radhën të tash, është rruga e Kombit. S'kemi projekt të dytë të afërt, të prafërt me të shtetëror, me lek publike po flasim. Private ka, po me lek publike nuk kemi projekt tjetër. Dhe rruga e Kombit është 800 milionë euro. Ne kemi shpenzuar 8 miliardë. Çfarë kemi bërë me këto 8 miliardë? Nuk po llogaristu të ardhurat tona. Ë? Po merrem vetëm me deficiti. 8 miliardë euro deficiti është financuar me borxh, ka shkuar për çfarë? E pasaktësuar kjo. Jo. Lë hapësirën për të gjykuar që këtu është bërë abuzuar pafund. Pra ka një keq menaxhim. Patjetër, sepse ti do të duhet të numëronim të paktën 2-3 projekte shumë të mira. Pra të më thojë mua është bërë, nuk e di, Hekurudha, Tiranë, Prishtinë. Një projekt madhor, për shumë. Mund të ishte kjo ose Tiranë, Podgoricë. Një projekt tjetër madhor. Apo do ishte porti Durrësit, është bërë një nga e para. Se janë 8 miliardë euro. Kështu që këto përqindje nuk ka rëndësi për mua. Për mua ka rëndësi sa borxh ke marrë, zotëri, dhe ku i ka çuar lekët, si përkthehen në vlerë, si përkthehen në material ato lekë që ke marrë borxh. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë transparencë nuk e bën asnjëherë. Dhe ti nuk do ta gjesh asnjëherë të transparencë. Do gjesh patjetër PR të tipit jemi ulur na ashtu përqindja mbi GDP 56%, do shkojmë 54%, raporti etj, kemi projeksione që do vemi 40 më. Për mua s'ka rëndësi, këto janë aqua passata. Më kupton? Për mua ka rëndësi, zotëri, ke marrë lekët, ku i ke çuar? Ku i ke çuar dhe çfarë ke bërë? Kjo është. Po, unë do shtonja... Po, për ta mbyllur, zoti Seko. Pano ka drejt për atë që sa është vlera neto e borxhit. Dhe vlera neto e borxhit, nëse do t'i referohemi raporteve vjetore të kontrollit shtetit, është eksakt 8 miliardë euro dëme në buxhetin e shtetit për 8 vitet e fundit. Çfarë thot kontrolli i shtetit? 1 miliard euro dëme çdo vit. Apo ja? Po. Çdo vit 1 miliard euro dëme. Mesatarisht aq. Mesatarisht, një herë ka thënë 1.3, 1.4, po mesatarisht. Atëherë i bie që pas kemi marrë borxh dhe atë borxh e kemi bërë dëm. Sipas kontrollit shtetit, jo sipas Enrikos, jo sipas ju, jo sipas Panos, sipas kontrollit shtetit. Dhe është fiks 8 miliard euro për 8 vjet, është 8 miliard dëm në bazë të raportit të kontrollit të shtetit, raport i referuar në parlament. E kuptoj. Faleminderit zoti Seko që ishte në studio. Pano, faleminderit që ishe këtu. Faleminderit. Ne këtu kemi mbritur në fund dhe sa bashkë do të qemi në edicionin qendror në orën 19.